A është e vërtet që kur vdes njeriu rrin në ajër, po rrin në ajër. Rrin në ajër, të pa njerëzit. Kush ka ardhur ke shtëpia? Si qaka filoni. Ej, zoti më. A është e vërtet që kur vdes njeriu rrin në ajër dhe nuk gjykohet, po lutet që të bëhet dita e Kiametit. Po. Ai thotë hongra unë të hajnë dhe këto të tjerët. Ej, zoti më. A hongra unë thotë ai vdiqja unë. Inshallah dezin gjithë. Ej, zoti më. Kështu është kur shihni filma fantastiko shkencor shumë. Problem është. Ose kur shihni këto filmat që gjoja duan ta afrojnë se si del shpirti, çfarë bën shpirti, ka ca filma islamik që tregojnë si del shpirti, si i kap shpirti njerëzit, ato të qaci për trupit. Ky shko ke rrobat e veta si vesh dot. Shko kënej, anej, gjitha nej. Tu pak shu filmash, tak. Ej, zotin, la. Kur njeriu vdes, shpirtin e morin me lajket. Nësa është i mirë, ngjitet deri në qiellin e 7, thot me lajket, thot Zoti, shkruajeni emrin e robit tim në librin e ligjin dhe vendoseni shpirtin e tij në xhenet. U fut trupin në varr. Vjen shpirti, bëhen pyetjet, shkon shpirti në xhenet, varri kthehet në kopsht për kohën e xhenetit. Të keqit, del shpirti nga trupi, e morin me lajket. E ngjisin lart me çfarë? Pëlhura zjarri. Këta me pëlhura xheneti, këta me pëlhura zjarri. E çojnë deri në qiell të parë. Sapet asi deri qielli u varros. Në varr. I bëhen pyetjet, s'përgjigjet, shpirti shkon në xhenem, xhenemi derdhet në varr, i bëhet varri gropër në xhenemit. Ai pari thot, Zoti i Madh, boje Kiametin sa më shpejt, sepse shpirti është në xhenet, do të bashkohet me trupin si që jemi ne sot. Ndërsa ky tjetri thotë, Zot kur mos e bë Kiametin o Zoti im, se e di se çfarë e pret kur të bashkohet me trupin.